Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, ku të qeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se ardhët në takimin e radhës, rreth komentit e haditheve të Sahih Imam Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Edhe me temin e kapitullin e imanit, tek kreu apo në kapitulli frika besimtarit që të rënohet atina puna, vepra duke mos e ndier fare. Autori në këtë kapitull se dy hadithe, hadithën e Abdullah Mesudit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sharja e besimtarit, fyrja e tina është fisk, mëkat gjëna, ndërsa vrasja e tina është kufër, vetë që kemi folur për këtë hadith. Dhe hadith tjetër të cilin kemi para vetës, i që është hadithi e Ubadet ibn Samit, këtij sahabiju të bekuar radiallahu anhu, i cili tregon se kharaja an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi laylatil qadr, se pejgamberi doli sallallahu alaihi wasallam për të na treguar për natën e Kadrit, se kur është nata e Kadrit. Fatalaha rajulani min al-muslimin, por filluan të kacafyten dy burra prej muslimanëve. Faqal, e pejgamberi tha, inni kharajtu li ukhbirakum bi lejletil qadr. Unë dola, pra nga shtëpia vetë, shtëpinë e ka pasë në gjitë me xhami, dola në xhami për mi tregu juve se kur është nata e Kadrit. Wa innehu talaha fulanun wa fulanun wa rufiat. Por filloi të kacafyte filane dhe në harrova atë që kishan kry. Harrova në cilën natë ke nata e Kadrit. Wa asan yakuna khairan lakum. Ndoshta, kjo është më mirë për ju. Faltamisuha fi at-tis'i wa sab'i wal khams. Kërkojeni në natën e 9, të 7 dhe të 5 të 10 ditëve të fundit të muajit Ramazan. Ky hadith të nderuar vëllezër dhe motra, ani pse flet për natën e Kadrit, megjithatë autori Buhariu sjell këtë hadith këto në Kitabul Iman, kapitulli i imanit, për të treguar për pasojat, për ndikimin e gjunahut të mëkatit në humbjen e bereqetit, për ndikimin e gjunaheve në jetën e përgjithshme të besimtarit. Madje, edhe nëse ai person i cili bën gjunahin nuk e ndjen fare se ka bërë gjunah, apo nuk e ndjen ndikimin e gjunahit në bereqet. Dhe kjo është shumë rëndësi të nderuar që ta kem parasysh se gjunahet tona përpas që na dobësojnë lidhjen me Allahun. Nga se lidhja jonë me Allahun që shforcohet me iman dhe me amelet mira, e që dobësohet me amelet këqija. E rrjedhoj rezultat i amelet këqija, dobësohet edhe imani. Që nga njëra në anën tjetër, humbë bereqeti, humbë rrezku, paksohet rrezku, dhe shumë pasoja tjera në gjunah. Zotën Allah ka thonë, wa ma asabakum min musibetin fabima kasabat aydikum. S'ka bela musibet që ndodh, e që nuk është rezultat rrjedhoj i duarve të juve, pra gjunaheve të juve. Tani këtu që ka ndodhi, pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte kujdesshëm që ta di vetë kur nata e Kadrit, po edhe që tregoj shokëve, muslimanëve,
që dhe ata të kuptojnë kur nata e Kadrit në mënyrë që të fokusohen shumë këtë natë. E ne dim sevapin e madh që ka nata e Kadrit. Ama kur dojve në xhami, që ka ndodhe, pishet 2 persona për e njën të hongër me zveti, të ngritë zërin. Këta persona, që shkanë thonë ulemat, kanë qenë 2 sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri për tyre quajtur Abdullah bin Ebi Hadrab, ndërsa tjetër ka qenë Ka'bi. Këta të 2 të kishin bërsh njëri tjetrit. Ka'bi pja kërkan borqen këti tjetrit Abdullahut. Dhe pa fjallosën për ngritën zërat. Pa hahen, po debatojnë, po polemizojnë. Këtu qëllë e pejgamberit është. Ka ca fytja mes muslimanëve. Nuk është e mirë. Ku do që ndodhë? Aq më pak, kur ndodhë në xhami. Ta shkia dhe nëse nuk është mëkat i madh, vetë vetën e vetë, ka ca fyti fjallosje për bërç. I shtohet kësajna, bërja kësaj vepre të ligë në xhami, e xhamia nuk është mëkat ca fyte, më hongër e më ngritë zërat. I shtohet gjithashtu ende prezenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është ngritë zërën prezenca e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kështu që fjallosja atyne, ngritja zërit para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas e fjallosja në xhami, të në këtu ndikuan, dhe pejgamberi e harraj natën e Kadrit. I shtohet të diçka këto, prezenca e shejtanit me këta 2 persona. Në transmetim të muslimit ceket, se dole ato të rëgaj natën e Kadrit, por i fjallesen 2 veta dhe me ta ishte shejtani. Pejgamberi pa, por sahab nuk e pa. E zatën, sa herë ndodhë, çdo herë kur ndodhë, të kacafyten 2 persona, shejtani me njëherë vjeni të rejti. Në mënyrë që sa tjetë mundur me tensionu gjendjen mes tyre, mundësisht marrë deri tek grushtat, dhe mundësisht hajlen marrë deri tek derdhja e gjakut, që ato në dënë shejtani mallkuar. Kështu që kjo ndikaj, tëra kjo, ndikaj që pejgamberi alayhi salatu wassalam ta harraj se kur është nata e Kadrit. Dhe ta shpjo të regan shokëve të vetë. Po dhëtë, unë dolem ju të regu juve kur është nata e Kadrit. A me harrova, shka ki këtyne njerëzve që i pashtu hongër, ma harrun, ma hopen. Pas të pot, hajrë inshallah. Nashta është hajrë për juve. Fel të misuha, kërkajeni ju në natën e 9, pra 29, ose të 7, 27, ose të 5, 25 të muajit Ramazan. Dhe 10 ditën e fundit të muajit Ramazan. Kërkajeni ju. E që ka transmetime tjera 10 ditën e fundit e në teke 21, 23 kështu me radhë, por këtu ka arë këtë transmetim ka arë kështu, e rëndësishme është se pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë, nashta është hajër. Edhe shumë punë robët i duken se nuk janë hajër, para të dalin hajër. E këtu hajri është, ndoshta, hajri është fakti që po të dinim ne se kur është nata e Kadrit, ishim fokusuar në atë natë dhe kaq. Po të kështë të regu këto shokëve të ti, se është nata 27 të azami, e këshim përcjellë shokët e vetë, me kënaqësinë më të madhe, dhe na kishë ardhe neve sot, deri këtë kohë, se nata është 27 është. Andaj ne nuk ishëm lodhë shumë 6 ditë para natës 27, e as 3 ditë pas natës 27. Por ishëm lodhë, ishëm angazhuar, ishëm preokupuar ta natën. Natën e Kadrit, natën 27, edhe ishën zbrazë xhamijat, natën 28, 29, apo nuk ishin lodhë muslimanët
më preokuposh me ibadete. Por Allahu don që ne vazhdim në 10 ditën e fundit të muajit Ramazan, gjatë tërë në vetimit të angazhuar në maksimum me adhurim dhe ibadet. E rëndësishme është këto, pra sa autori e cek këtë hadith për të treguar se sa është më lart për pasojat të cilat e kanë mëkatet në bereqetin e robit, në rrezik, familje dhe këtë jetën e tina. Deri në takimin e radhës, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري